ky sistem që e vendosëm në Bllacë dhe nesër po e vendosim menjëherë në Jazhinc, nënkupton urë lidhëse, nënkupton lehtësim të qarkullimit të qytetarëve të mallrave dhe vetvetiu nënkupton edhe siguri të shtuar dhe zhvillim ekonomik. Ndërkaq do të vazhdojmë menjëherë me futje në sistem të one stop shopit edhe në Tabanoc dhe në Qafthan. Dhe me këtë dhe do të vazhdojmë ta përmbyllim edhe më tej me kufit e tjerë, me vendkalimet e tjera kufitare, sistemin one stop shop midis Maqedonisë së Veriut dhe shteteve që kufizohet vendi ynë. Se krahasojmë të dhënat që vijnë nga kontrolli kufitar i qytetarëve dhe i mallrave për muajin e njëjtë, pra nga 12 prilli deri më 26 maj të vitit 2024, kur kishim 550.000 kalime, tani në periudhën e njëjtë 12 prill deri më 26 maj të vitit 2025 kemi mbi 776.000 kalime. Pra dukshëm janë rritur kalimet me mbi 200.000 kalime, në fakt më shumë për këtë periudhë krahasuar me vitin e kaluar.